Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në aktualitet këtu në TV Televizion, ku ditën e sotme në qendër të vëmendjes është lindja e mesme dhe më konkretisht Siria, një shtet i rënuar nga luftrat, përplasje sektare, por edhe goditje të jashtme. Për të mësuar më shumë, fillimisht ndjekim një insert dhe më pas rikthehemi. Ende nuk ishte lindur dielli kur presidenti i Sirisë, Ahmed al-Shara, u shfaq para kamerave të televizionit kombëtar për të bërë disa njoftime të njëjtën e kaluar. Luftimet e përgjakshme mes beduinëve, sunit dhe pakizës druze, që morën disa qindra jetë në provincën jugore të Suajda, kanë përfunduar, deklaroi al-Shara. Al-Shara gjithashtu konfirmoi se trupat qeveritare ishin tërhequr nga rajoni. Në fjalimin e tij, ai theksoi angazhimin e tij për të mbrojtur të drejtat dhe liritë e komunitetit druz dhe riafirmoi vendin e tyre në shoqërinë siriane. Megjithatë, ai ja drejtoi pjesën më të madhe të fjalimit të tij fshinjit të Sirisë Izraelit. 20 persona u vranë këtë javë në sulmet izraelite ndaj ndërtesave qeveritare siriane në Damask dhe trupave qeveritare siriane në rajonin Suajda. Sipas kryeministit izraelit Benjamin Netanyahu, sulmet ishin të nevojshme për të shpërtuar vëllezërit tanë druz dhe për të eliminuar bandat e regjimit, por presidenti sirian al-Shara është i bindur se Izraeli po i përdor trazirat vetëm për pretekste për të sulmuar infrastrukturën civile dhe për të prishur përpjekjet për paqe dhe rindërtim në vendin e tij. Mirë, kemi dikur insertin dhe sot për diskutuar me këto zhvillime të tjera kam të ftuar zotin Frymëzim Dauti. Zot Dauti, ju përshëndes. Jo, faleminderit për ftesë. Zot Dauti, për ta nisur konkretisht me atë që dëgjuam në insert, apo e shfrytëzon tashmë Izraeli përplasjet e brendshme në Siri për të rritur kështu edhe kontrollin ushtarak dhe ndikimin gjeopolitik në rajon nën petkun e mbrojtjes së pakicës druze? Po, është vërtet konkluzioni juaj, pra ata nën petkun e mbrojtjes së pakicave përpiqen që të hyjnë në punët e brendshme të Sirisë. Ata nëse përpiqeshin për pakicat, nuk do t'i vrisnin për çdo ditë fëmijë në Gaza. Pra është një absurditet të besohet se fjala Izraeli përkujdeset për një popull tjetër, edhe më shumë kur ai populli tjetër, druzët janë arab dhe janë musliman. Pra nuk ka logjik kjo çështje. Mirë, po Izraeli nuk është se tani përzihet në punët e mbrojtshme të Sirisë. Ata prej fillimit të luftës qytetare e nxitën rebelimin kundër qeverisë së Sirisë, në atë kohë kundër Bashar al-Assadi, dhe në këta 14 vite të luftës civile në Siri është shkatruar e gjithë Siria, infrastruktura civile e Sirisë, u shkatrua pashtu edhe ushtria e Sirisë dhe jemi vetëdijshëm që me miliona refugjat shkuan si në Evropë, pashtu në Turqi, Jordani, Lebanon dhe vazhdon shprazja e Sirisë dhe kuptohet që kjo e rrit apetitet e Izraelit që të mund të arrijë ëndrrën e tyre, Izraelin e madh, dhe përderisa shohin një kaos në Siri, ata përpiqen në petkun e intervenimit humanitar që të zgjerojnë kufit e shtetit të Izraelit dhe ne jemi të gjithë dëshmitar që mbas ndrimit të pushtetit, gjë e parë që bëri Izraeli dhe ushtria izraelite, hynën i okupuan disa pjesë të Sirisë, ashtu që janë afruar edhe afër kryeqytetit të Sirisë, Damasku, dhe gjenden afërsi prej 20 kilometra. Tani përpiqen që të zgjerohen më shumë në zonën ku janë druzët ku popullojnë në jug të Sirisë dhe kuptohet që ka një grup që i mbështesin brenda Sirisë, druzët, për shkak se druzët janë një popull dhe jo të gjithë janë të një mendimi. Mirëpo ka disa pjesë të druzëve të cilët janë për një bashkëpunim më të afërt të Izraelit. Kuptohet që ata janë agent të Izraelit dhe nën këtë pretekst përpiqet që të arrisë influencën dhe të zgjerojë shtetin e Izraelit, qeveria izraelite. Qartë, zot Dauti, nga ana tjetër, çfarë pasojash mund të ketë edhe tërheqja e trupave sirianë Sajdat për stabilitetin e brendshëm sigurisht të Sirisë edhe për marrëdhëniet me komunitetin druz? Po tani çështja se pjesa jugore e Sirisë kufizohet me Izraelin dhe Izraeli nuk dëshiron që të shitojë një ushtri të fuqishme
në afërsi të kufirit të saj. Kjo është edhe sfida e qeverisë së re të Sirisë, të cilat u përpoqen që ta shtrinë autoritetin e qeverisë tyre edhe në rajonet ku jetojnë druzët. Mirëpo një pjesë e madhe e druzëve refuzuan që ta pranojnë administratën e re të Sirisë dhe këta përleshjet e fundit, qeveria e Sirisë e shfrytëzon që ta shtri influencën apo ta shtri shtetin ligjor sipas tyre në pjesët ku jetojnë druzët, prandaj edhe i dërguan maqinerin ushtarake. Mirëpo me dërgimin e maqinerisë ushtarake, menjëherë filloi aviacion izraelit që t'i sulmoj maqinerin ushtarake të shtetit të ri të Sirisë apo të qeverisë së re të Sirisë, dhe ata u detyruan që të ndalen apo të tërhiqen, për shkak se ata bombardoheshin jo vetëm nga aeroplanët, por edhe nga dronët, nga helikopterët ushtarak, por në disa raste edhe nga artilleria izraelite, për shkak se janë në afërsi. Tani taktika e re, sipas asaj që mund ta kuptoj unë, është që dërgojnë shumë këmbësor, pra këmbësorin, ushtar këmbësor, të cilët shumica e tyre janë vullnetar, pra i shiqem edhe në këta inqizime. Pra shumica nga gjithë anët e Sirisë, po jo vetëm nga Siria. Ka edhe nga shtetet tjera të cilët shkojnë vullnetar, disa janë të indoktrinuar sektarisht, pra i shiqojnë druzët jo si musliman, po si një popull i dal nga feja islame, dhe duan që t'i shfarosin dhe bëjnë edhe masakra të ndryshme. Mirëpo kjo nuk besoj që është vendimi i qeverisë, nuk mund kuptoj që të gjithë ata militantë që t'i kontrolloj. Interesi i qeverisë së Sirisë do të ishte që autoriteti i qeverisë siriane të shtrihej në gjithë territorin e Sirisë, ta bashkojë Sirinë, të formojë përsëri kombin sirian, kuptoj që nuk do të jetë i njëjti si në gjatë kohës së Bashar al-Assadit dhe Hafez al-Assadit, do të jetë një identitet tjetër, jo një identitet sekular, po një identitet islam, dhe ku do të jetë Siria si një kalifat i ri, si në kohën Umajdëve, kur kryeqyteti kalifatit ishte Damasku. Pra kjo është ideologjia e tyre, pretendimet e tyre, a do t'ja arrin atij qëllimit, 15 vite e kaluan nuk ja arritën, pra kjo konflikt që do të zgjas, nuk do të kaloj së shpejti, pa edhe me vitet e ardhshme do të bisedojmë këtë temë. Zoti Dauti, sa realiste është mundësia që Izraeli të shpallë një zonë tampon pra permanente në jug të Sirisë dhe çfarë reagimesh mund të presim ndërkaq nga aktorë ndërkombëtarë si Rusia, Irani apo edhe Turqia? Po tani kuptohet që Irani, Turqia, Siria, Rusia, të gjithë e kundërshtojnë, edhe Kina e kundërshtojnë intervenimin e Sirisë apo të Izraelit në Siri. Çështja është si do të reagoj SBA-ja, kjo është e gjithë çështja. Dhe mbas mediumeve të gazetave amerikane, është një gazetë që ka informata prej shtëpisë së bardhë Axios quhet. Ata thuajnë se Benjamin Netanyahu, pra sipas mediave të gazetave amerikane, ka thënë Trumpi se është çmendur Benjamin Netanyahu me sulmin e fundit që e bëri në qendër të Damaskut, ku e shkatroi ndërtesën e Ministrisë së Mbrojtjes. Ajo i vjen njësoj sikur të sulmohet Pentagoni në SBA. Pra kuptojmë që nuk ka një përkrahje të madhe kjo çështje e politikës së Izraelit në Siri, po ashtu këtë e pohon edhe i përfaqësuesi special për çështjen e Sirisë i Amerikës, i cili është ambasador në Turqi, Tom Barak quhet, dhe ai është moshatar